Lëkura e frutave është një thesar i vërtet kur vjen puna për vlerat ushqyese dhe vitaminat që mund të përfitohen prej saj. Një frut tepër i rëndësishëm për shëndetin është dhe portokalli dhe sidomos lëkura e tij. I pasur me vitaminë C, portokalli sjell përfitime të mrekullueshme në shëndetin tuaj. Nxit humbje në peshë. Lëkura e portokallit ka shije të hidhur dhe kjo është arsyeja kryesore pse shumica e njerëzve nuk e konsumojnë. Është burim fibrash dhe përmban pak kalori. Studimet tregojnë se lëkura e portokallit mund të ndihmojë në kontrollin më të mirë të oreksit, si dhe ndihmon në parandalimin e grumbullimit të indit yndyror. Përmirëson punën e sistemit tretës. Lëkura e portokallit është burim për pektin dhe tanin. Këta përbërës marrin pjesë në parandalimin e kapslëkut dhe lehtësojnë kalimin e ushqimit përmes sistemit të tretjes. Parandalon lloje të ndryshme të kancerit. Lëkura e portokallit mund ta ulë rrezikun për lloje të ndryshme të kancerit, përfshirë kancerin e gjirit, të lëkurës dhe atë të zorrës së trashë. Lëvorja e portokallit nxit eliminimin e toksinave nga sistemi i tretës dhe pastron organizmin. Skrab për trupin. Lëkura e portokallit mund të përdoret edhe si skrab për trupin. Vendosni pak vaj ulliri dhe sheqer kafë në pjesën e brendshme të lëkurës dhe përdoreni për të fërkuar trupin gjatë dushit. Ky trajtim do ta bëjë lëkurën tuaj më të butë dhe më uniform. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.